çdo kujt që Allahu ja ndriçoi zemrën me iman, çdo kujt që Allahu ja ndriçoi fytyrën dhe jetën e tij me ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pasha Allahun, duhet që zemra dhe shpirti i tij të jetë krenar me Allahun. Çdo kujt që dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut. Dhe çdo kujt, çdo kushi që e shijoj ëmbëlsinë e shahadetit, nuk ka nevojë, o vëllezër e motra, të bëhet sklav, të bëhet servil, se përdesa bësh, se ka dy lloj sklavrimesh, po kjo është vetë sklavrim. Kur ti bën sikur po i qeshi atij që ka audiencë, atij që ka pushtet, atë vjen turp, pash Allahun atë vjen turp. Si ka mundësi gishti yt që thot ashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, në namaz, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i Allahut. Si ka mundësi o vllai në Rum, me ju bas servile di Ramës dhe Sali Berishës, ose kujdo pushtetarin në tokë? A ka njëri ma të ngritur, a ka njëri ma me prestigj, se sa i që vendos balin në dhe Allahut subhanahu wa ta'ala? A ki kuptu ati që ki maru fakultet islam dhe doktoratur islame, që mashtron muslimanet, duke përdredhur gjithçka veprimet e tua, se po i baj davetu në politikanëve, ti do me ju bë davet politikanëve me servilizëm, me butësi, o vllai nderuar. Muslimani është musliman, përballë ministrit, përballë mbretit, përballë çdo kujt, është musliman, vllai nderuar. Doktor Adhamudhi, me doktoraturën fe, po ka thënë Nexhmedin Erbakan, Allahu i mëshiroft, nëse ti nuk i shkon politikës, politika ka marrë për ty, oj mirë. O ti që këra në nivelin e servilit të politikës, politika vjen të ti, oj mirë. Nëse ti i je sinqerisht robi Allahut subhanahu wa ta'ala, buzësisje, ose një gazetar që shumë ka dash shpirti për hir të Allahut, po shumë u ka largu për i zemrës kohëve të fundit. Një gazetar me emër, që elhamdulillah, fal namaz, ka ba emisione islame, ka matematikë islame, të më thanë, ka kontributet e veta, po sot pse, mas Edi Ramës, pse kështu më vllai nderuar? Edhe më thoshte para një 2 muajsh, si thash, i kam vipa, do më thanë, jo vipa, nuk i thash si kam vipa, po krejt elite në artit, të ftum. Ka ke, tha, të ftum, këta me emra. Ata që unë elit ti, po ti, me pa njerëz, se si fol ti për kryeministin e sot e me Diramen, thuti si, o zot, ko ka kënë e vlija. Po të rënazhis tjera, edhe ti edhe hoxha i jatë. Po të rënazhis e një ban. E mundën me qenë musliman, që mi ardë dunjaja në poshkanve të juja. Kërnoni me Allahun, se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush thot 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në darkë, raditu billahi rabban, wa bil islami dinen, wa bi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nabiyan, raditu billahi rabban, jam i kënaqur se Zoti im është Allahu, wa bil islami dinen, jam i kënaqur se Muhamedi sallallahu, jam i kënaqur se Islami është feja ime, wa bi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nabiyan, jam i kënaqur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi im. Është obligimi i Allahut ta kënaqë atë person ditën e Kiametit.
është që Allahu na mundsoft dhe na vetë di soft dhe na largof nga servilizmi madhështor. Pse mëra, o kancera? A nuk ka mundësi unë më u ban shtup, si i thojnë shkodrant, leck e politikanëve kur nuk bahem. Po ata bahen lecka jeme. Ata te konvin. Se Allahu, nëse ti je krenar me Allahun, nëse ti i jetëson ligjet e ti në jetën tënde, nuk ke nevoj më ba servili tyne. Po ke nevoj për dashnin e Allahut dhe praktikon jetën tënde. Tjetër është sillesh but dhe tjetër është servil. Ti kira nivelin e servilit, si për ty hoxh, si për ty gazetar. Keni rënë nivelin e servileve, prandaj e them.